në kuadrë të formimit të institucioneve, është marrë edhe ky hap i dërgimit të ftesave për takime eventuale konsultative në sensin e një dakordance në mënyrë që të bëhen hapa konform pra funksionalizimit të institucioneve, gjë të cilën ne si deputet dhe përfaqësues të popullit është një nga përgjegjësitë bazë që ti kemi, pra ne jemi aty për të shërbyer qytetarëve për funksionalitet të plotë të institucioneve, gjithashtu edhe funksionim të përgjithshëm të shtetit dhe në sensin që të mos mbetemi pjesë edhe në proces të barikadave dhe bllokimeve, pra është bërë një hap në sensin e një takimi konsultativ, së bashku me 2 partitë tjera, konform pra 3 partive që ju takojnë pra kryetar dhe nënkryetar. Pra mbi atë bazë janë dërguar edhe ftesat. Ne pam që nga ana pra e Partisë Demokratike pat pra një konfirmim të pjesëmarrjes, në sensin edhe të kuptimit që politika pra në thelbin e saj ka të bëjë me çështjen e vizionit politik edhe strategjik për vendin, gjithashtu edhe me përgjegjësitë që ti kemi karshi qytetarëve dhe padyshim që nuk më duket serioze qasja e LDK-s në kuadër të pozicionit të saj. Në fakt, synimi i këtij takimi dihet zonja Satosi, për të siguruar votat, për ta konsideruar Kuvendin e Kosovës, që ju nuk e keni. Atëherë dështime radhazi. Nuk mund të them dështimet radhazi, sepse Kuvendi i Kosovës është një institucion i përbashkët, ku udhëhiqet ose bashkëudhëhiqet nga partia fituese, mirë po gjithashtu edhe nga partitë tjera, sepse është institucioni më i lartë i përfaqësimit qytetar dhe pastaj konform fuqisë politike e cila është dhënë sipas numrit të deputetëve dhe që konfirmohet dhe validohet nga një proces zgjedhor, bëhet edhe ndarja e funksioneve. Aty nuk ka dy shumica, aty ka pra kryetar që zgjidhet dhe nënkryetar.